Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes kudo që të ndodheni. Dëshiroj për ju një ditë të bukur, të mbar, të mirë, që pulson në shpirt me arritje të bukura dhe buzëqeshje. Unë sot në studio jam së bashku me dy artiste të reja të skenës së teatrit Migjeni. Pasioni dhe dashuria për skenën duket se çdo herë më shumë po u ashtron rrugën e pjesëmarrjes në art, rrugën e dashurisë për skenën e teatrit Migjeni, rrugën për të shprehur atë talent që ata për hir të së vërtetës e kanë që në hershmërinë e tyre. Kanë spikatur së fundmi, krahas e curisë më pashme, në musicalin Matilda, duke realizuar rola mjaft të bukura dhe mbreslënse dhe duke ju bashkuar në një sintoni të mrekullueshme kompleksit të aktorëve, më me përvojë dhe atyre më të vegjël siç janë fëmijët. Saviana Vjerdha është një emër i njohur i skenës. Në hershmërinë e saj ajo ka filluar të marrë mikrofonin dhe për të kënduar, ku është dalluar në të gjitha aktivitetet fëmijërore, ku ka marrë pjesë në bilbilat, duke dalë fituese, ka marrë pjesë tek Gjeniu, ka marrë pjesë tek Lule Bora, duke dalë përsëri fituese dhe me çmim të parë, te festivalet të tjera si Zambaku i Prizrenit e në të gjitha aktivitetet që zhvillohen në Shkodër me këngën. Por, ngjitja në skenën e teatrit për të interpretuar në role të ndryshme i ka dhënë kësaj artiste të re një dimension të ri artistik. Evis Moriqi, një emër përsëri i njohur, një emër i dashur i skenës që në hershmërinë e saj. Ajo spikati në festivalin e shkollave të mesme për të vazhduar mëtej me një shfaqje të përzgjedhur me më të mirët e këtij festivali, siç është shfaqja që shkon keq, e më pas teatri Migjeni e zgjedh të interpretoj në një shfaqje të tij, siç është opera për 3 grosh. Tashmë musicali Matilda i ka dhënë hapësirën e duhur për të shprehur një rol të karakterit krejt tjetër, duke e tipizuar atë dhe duke e bërë që pavarësisht se është një rol i veçantë, edhe që mund të mos duhet tek fëmijët, dhe ashtu është, ajo përsëri e ka shprehur shkëlqyeshëm atë rol tipik në interpretimin e saj. Të dyja sot janë të ftuarat e mia dhe unë i përshëndes. Nadia mirë se erdhët. Nadia mirë. Kënaqësi diellore. Më vjen mirë që si artiste të reja keni hapat tuaj plot dinamizëm dhe plot pasion. Është kështu apo jo? Normal. Pasioni thamë është baza e kësaj karriere që ne na tu morë. Pasioni është baza edhe po nuk po të pasioni nuk e deshta gjo. Që pasionin e forcon edhe me vullnet, edhe me punë, edhe del një produkt shumë i bukur në fund më. Absolutisht bukur. E shoh që përveç se jeni pjesëtarët të një kolektivi artistik, si që shoh jeni edhe mike. Megjithëse keni realizuar role krejt kundërta, keni bashkëvepruar patjetër. Po sigurisht. Marrëdhënia jonë mbrapa skenës dhe në jetën e përditshme është një miqësi shumë e bukur, shumë e pastër, jam shumë me fat që kam një mike si Saviana, me të thënë drejtën. Por e ndërveprimi jonë ishte pak sa i kundërt në skenë. Ishte krejt e kundërt. Ishte një shpërfytërim antipode. Si total. Po mirë, natyrisht të marrësh pjesë në një premier teatri, në shfaqje që jepen më pas. Është një rrugë e cila nis me një ftesë.
me një telefonat, me një ftesë, me një bashkëbisedim. Si erdhi tek ju ky projekt i ri i teatrit Migjeni në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia, sepse kishte një diapazon moshash në interpretim. Si erdhi tek ju? Si e pritët këtë propozim? Atëherë, kjo shfaqja është një musical shumë i bukur, edhe faktikisht për mua nuk është musical i parë që unë baj. Është me thonë në numrin i 5 që unë e kam ezauru këtë vit, edhe 3 të tjera kam bën në televizionet kombëtare, ndërsa kjo shfaqje tjetër që ishte me regji të Gerti Palalit, ka një shfaqje shumë e bukur, por edhe shumë impenjative, sepse normalisht në punu me fëmijë është aq e bukur, po është edhe aq e vështirë. Bese janë duke dhënë disa foto të roleve që na kena pas. Nuk janë në kujtesën e largët, janë këtu ku jeni. Çfarë po thonë atje? Këtu është skena ku prezantohet karakteri jem, drejtoresha e keqe, Zonjusha Trungu. Zonjusha Trungu dhe Zonjusha Amla. Këto është prezantimi një ballafaqim mes meje edhe Zonjush Amlës, ku Zonjush Amla dën mi dal për zot Matildës, pra dën me prezantu mu me Matilden, me thonë që është një fëmijë gjeni, një fëmijë me i parritshëm, po, për moshën që kishte, dhe unë si një drejtore shumë hieram, edhe shumë e rrep, tepër e rrep, i them që fëmijët nuk janë asnjë gjë tjetër përveç se krimba. Pra jam shumë e zezë. Pavarësisht se shikoni sa diellore të vajza. Vetëm në rol. Vetëm në rol. Po. Dhe Savian, ky musical për ty erdhi pothuajse si vazhdim i disa aktiviteteve të mëparshme, apo jo? Po. Një musical shumë i bukur, edhe e vetë fakti për historinë që tregon Matilda është duke treguar historinë e mësuese Amles, edhe ishte e lidhur çdo gjë. Nuk e kam pas fort të vështirë realisht, më vështirë mund ta ketë pas se Evisi. Ja, pra, se është megjithatë ti ke tipizuar gjithmonë atë vajzën mësuesen e mirë, zemërgjër, mbështetëse, të ngrohtë, që punon me shpirt, që e ndjen me puls çdo ndjenjë njerëzore. Evise, kur të ftuan, çfarë ndjeve? Freak, me të thamë drejt. Sepse unë me rolin nuk e njifsha, as pjesën nuk e njifsha, nuk e kisha pa ndonjëherë si film Matilden, edhe kur ma prezantuna në rolin që ti ke me e ba mësuesen e keqe, a pranon? Unë pranova normalisht, sepse është një ftesë që ti e gatshme, jesja e sfungjeri, i thap që ti. Dhe të pyet faktikisht edhe njerëz që a keni pa Matilden, po edhe ishin tanë, po kush e ban drejtoreshën e keqe? Edhe unë që isha, unë kam me ba, edhe ishin, edhe kjo të friksoj pasa. Më tremte pak, pa marrë tekstin hala, unë isha me atë mora tekstin edhe normalisht puna, provat e përvetson, ke edhe një personazh në përmend ose një figurë. Ke pasur një personazh? Po. Mos ma thuj me emër. Është miksimi një zyshe që kena pas në 9 vjeçare me kujdestarin të lulkuqet timur. E shikon pra njerëzit mbesin të tipizuar, edhe fëmijët janë ato gjykuesit më të mirë të çdo ecurie që dhe bashkëveprimi që ata kanë në jetë, ndikojnë ata si njerëzit mbështetës, ashtu edhe të kundërtit, apo jo. Prandaj ti i miksova këto dy karaktere, një duke e pa dhe një duke paksa e përjetu, sepse ajo ishte në skenë pranohen edhe egzagjerime, dhe Zonjusha Trungu nga ana jeme ishte paksa më tepër e egzagjerume. Por kisha një qasje me rolin sa kur e mendoj me vedi atë rol e du shumë fort, me thamë drejtën. Ka ka roli më i vështirë, mundën e me thonë krejtësisht dhe me pranu, që ishte roli më i vështirë, po Evisi ja ka dalë
në të në mënyrët e dona, si me vokal. Dhe me thanë, ajo e bërtituna që kishte gjithmonë të njëjtë. Ajo karakteristike. Mos më thuaj se nuk e bëj tashti atë të bërtiturën. Një sekundë Se tesh është pak zirë. Është herët me bërtit. Por megjithatë në përmas të zvoglume do të më sjellësh atë emocion. Është momenti kur Po baj një moment të dialogut ton, sepse unë tregoj i them Zonjush Amla se cila është motoja jote. motoja, po. Më falni Zonjush Amla, po cila është motoja jon? Dhe nuk di si e ka marrë gozin aty po qesh. Sepse pas çdo fjalie intriguese ose një pyetje kisha një pra Atërimet e një brendshme. atërim. Dhe Amla i përgjigjet. Babinatum est magitum. Babinatum est magitum. Fëmijët janë krimba. Pra vazhdon më me dialogu. Keni patur ndonjë situatë të sikletshme me fëmijët, sepse do t'rregoj edhe diçka prej tyre. Cikletshme, jo, por kënaqësi kena marrë shumë prej tyre. Jo, sepse drejtoresha ka kënaqësi të shkull bishtalecat e vazave. Ju bëhe përditshme ajo gjoja. Çam ke kujtu? Ishte një moment që unë para se me hinë skenë, unë musha me frym, sepse ishte momenti që kisha shumë frikë, sepse është një përgjithësi mos vritet fëmia. Po Aislin Kavaja të ka qëndruar mirë. Po, ato me thonë drejtën janë fëmijë që kanë brumin e artistit për mram. Janë jo vetëm këngëtar të mirë, por edhe interpretues shumë të mirë. Dhe Aislin për mua ishte një interpretuese, ajo domethënë kishte lind për skenë. Jo vetëm si këngëtare, po edhe si interpretuese, sepse mënyra se si ajo e mban trupin, mënyra se si ban lëvizjet e saj në momentin që unë e kapi për floksh dhe ajo më shkon mu për shtat me lëvizjet, ajo ishte i gjë mrekullueshme, që thosha është një fëmijë i vogël që e ban edhe bravo i qoftë, sepse është Kemi një moment, po. Këto janë fëmijë nuk duhet lëmë po artist. përmend të tonë fëmijët kanë të mrekullueshëm realisht, si në skenë dhe mas skenës, sepse ne në prapa skenë unë mendoj që ajo është që më e bukur. Jasemin Çaku, e cila më tregoi një Kjo është Noeli, po, e cila më tregoi ato sfidat e saj dhe mënyrën më të bukur. Ja, këtu, çfarë po thua? Këtu jam të kënu kangën e Zonjushës Trungu, ku kanga flet për, sepse Zonjusha Trungu ka kenë sportiste olimpike për helljen e çekiçit, dhe për një ata është ka qëdhunshme. Ka marrë një element të forcës. Dhe që edhe momenti që kena shkulljen e flokëve, dhe Zonjusha Trungu kënon kangën për se si ka arrit me forcë, me mund, me shumë vështirësi për me mujtë mu ba një hellse e çekiçit dhe në fund dështon. Dhe prej dështimeve të njëjtë të saj, ajo ka urrëtitjen kundrejt fëmijëve, kundrejt ardhmes, sepse problemin e ka me veten në fundit. Ndërsa Amla, ashtu siç e ka edhe emrin, është një karakter krejt tjetër, antipodi i drejtoreshës dhe e realizon duke u bashkuar edhe tipit të saj në jetë. Faktikisht Arjan Çuliçi na ka ndar rolet dhe ka mendu që Evisja është për këtë rol, Saviana për këtë rol, por nuk do të me lanë po përmend edhe artistën e mrekullueshme Drana Xhai, që ka Lana, Astrite, Luce, Fani, Aleksandri, Niko, këto janë pjesa më hershme, megjithëse tani janë dhe një falënderim shumë i madh edhe për prindët e fëmijëve që kanë shumë bashkëpunuesa me ne.
edhe natyrisht zyshërita Kelaj që ka bën një punë të papanën me të fëmijë. Përshëndetje, plot respekt. Është shumë rëndësishme që fëmia me pasat dëshirën me shku tek qendra kulturore edhe ato mezi presin me shku. është merit shumë e madhe këtij institucioni e të gjithë njerëzve që drejtojnë, që punojnë, që mbesin aty në fëmirinë. Është shumë e rëndësishme sepse fëmia i mon mend të tana. Ja, për shembull, ti Savian që ke një marrëdhënie të hershme me qendrën kulturore të fëmijëve, patjetër që kjo rrugë jotja ka të hapat e parë, të cilët aty kanë filluar, aty ki dalë për herën të parë në skenë, dhe tashti skena të duket, megjithëse prap ende je në fillimin e karrierës, unë ta uroj shumë të vazhdueshme, të suksesshme, tashmë skena për ty është një rrugë gati natyrshme, apo jo, edhe për Elvisin kështu. Edhe pandashme. Është vërtet, nuk është se kena pasur shumë të vështirë me kanë, domethënë, në rol, unë personalisht mund me fol, sepse interpretimi ka kanë baza edhe mënyra se si mu sjell me fëmijë, gjë që unë kisha e zahuruar dhe ndoshta edhe pak më përpara. Kështu që ajo është një musical shumë i bukur, por nuk është e lehtë me bën një musical aq më tepër me fëmijë, sepse ka disiplina të ndryshme artistike brenda shfaqjes. Më tepër me fëmijë që kemi kënu, kemi interpretu edhe lëvizje, koreografia, të gjithë. Çdo gjë ajo kompleton artistin, thamë ne. Sepse ajo është edhe një test. Një test i bukur artistik, për mundësi që ka një artist që nuk di të këndoj, nuk di të bëj disa lëvizje plastike, gjithmonë është i kufizuar. Apo jo, prandaj kjo shfaqje besoj ka dhënë për masa. Por kena një fat mirë që na kena shumë fëmijë të mirë. Edhe jo vetëm to fëmijë që janë përzgjallë, po të tanë qendrës kulturore të fëmijëve janë tepër të mirë. Edhe besoj që ardhmja aty ne ka kanë shumë ndërritur, ashtu si gjithmonë Shkodra është ndërritur, kështu që nuk është e rastishme që ti vetë ke qenë pjesëmarrëse në kompeticionet qendrore tek Gjeniu, tek X Factor, dhe gjithmonë shkëlqimi jo pse jemi shkodran, po për hir të së vërtetës. Këtë po e tregon. Është kjo punë, ky kultivim që bëhet. Mu më vjen keq sepse i bëjnë këto koncerte në për Tiranë. Unë mendoj që të vinë t'i bëjnë Shkodër, sepse edhe shikueshmëri më tepër, por edhe talenta më shumë. Prandaj është përgjegjësi shumë e madhe. Ju në këtë musical vërtet keni qenë në role dominante, superiore në moshë, kuptohet, sepse keni pasur fëmijët e shkollës, por keni qenë në një farë mënyre edhe në një marrëdhënie artistike edhe shoqërore me ta. Ne kena pas për qëllim, unë për veti, po flas sepse unë jam pak sa më madhe se fëmijët. Sa po je ende studente. Po, unë jam hala studente dhe ju thosha edhe fëmijëve që mos më shihni me atë synin që jam shumë më madhe se ju. Me më të madhen për jush jam 5 vjet më madhe. Kështu që nuk kena një diferencë shumë të madhe moshet, edhe botën e tyne unë kam të freskt. Unë i kuptoj shumë mirë edhe... Keni shku ndonjëherë pas provave të Kolovajcja? Po, kam i ballon të Kolovajcja, jo më fëmijë. Të japin atë energjinë e tyne, atë paqen... Të Kolovajcja e skenës. Të japin atë paqen shpirtërore, janë aq të pastër, janë aq pozitiv, sa unë kisha mezi çpritësha me dal prej karakterit, prej rolit për me shku me bë qef edhe gallata me fëmijët, sepse janë të papa. Tashti unë ato fëmijë kam ftuar më herët në fillim në këtë program, dhe kështu e mendova sepse kjo studio e vogël është po për mbledh zëra të bukur dhe të fuqishëm, edhe të mëdhenj dhe zmadhohet, mos edhe nuk rrin me këto përmasa. Edhe ato kam ndjeshmërinë e çdo fjale që ata kanë thënë, dhe gjithmonë kam menduar që të vegjlit janë
miqt më të mëdhenj, janë njerëzit më vlerësues, janë inspektorët më të mëdhenj, më të mirë të mësuesit apo të rriturit. Dhe ato ndjesi ata i kanë shumë të vërteta. Dhe kur si burra të mançur apo si njerëz të ditur më kanë thënë veç edhe ajo Saviana edhe ajo Elvisi që janë kujdes për ne, sa marroshim provat me këda me shku në shpi, si undive, a patën e problem, nesër mos harro këtë orë, me keke ardhë, më kanë, jo vetëm më kanë emocionu, po më kanë ba me menu shumë për përgjegjësinë që ka të gjithë shoqëria, por çdo i rritur që ka një marrëdhënie me ta. Dhe këtë ju, siç duket, e keni realizuar mrekullisht bukur apo jo? Ato janë fëmijë dhe normalisht është një përgjegjësi jo vetëm për Savianën që u merrte edhe me print me telefonatat, por ishte përgjegjësi për tonë. Ju e morët vetë këtë rol, duket. Po, pa ju caktuar do kush, apo jo? Ne kena bo me dashnin më të madhe. Po, tjetër. Edhe me qefin më të madhe, me dëshirën më të madhe, sepse ato janë fëmijë të mirë dhe nuk ka shumë nevojshme me bë shumë punë me ta, thjesht me dhon dashni dhe ta japin 5 fish më shumë. Sa bukur. Keni ndonjë ngjarje të veçantë, qoftë edhe me humor, prapa kuintave në procesin e përgatitjes së provave? Me humor kena pas boll se ata janë shumë energjik, një janë i këtsen, tjetri i këtman, tjetri i thët i batut, do me thonë janë kanë ngjyrat ndryshme, janë gjithë secili me të ngjyrën e tyre, po unë të me theksu një moment që me Dion Buzhogen, ne du shumë. Dioni sa herë delten mrapa skenë, dhe unë kisha me dal mas një skenet ose mas 2 skenet, kisha me dal, po. Dioni ishte, mëso se trungo edhe më rokte dire. Edhe unë që do me thonë mersha një dashamirësi të madhe, një emocion, një njësi e popame, unë nuk di me përshkru sa mirë unë isha kur vishin prova dhe ishin, mëso se trungo edhe më rokshin. Sa që e bukur. Kështu do t'jetë, ata këtë mësuse trungu dhe mësuse amlën po të shmakon bua dhe si emër. Realisht sa më rote shfaqja, unë isha të mrapa heku jonë. Ako nërë prend, tu i numru. Ku e kam i këtë djallë? është djallë, shkoshën këtë dytë, mos janë një nëllë të thosha, në këtej. O dio, Noel, Amla ishte pak ma madhe dhe e kisha ma shumë kështu dhe thënë ma afër. Edhe thriqa ta në fëmijët ku janë, edhe në momentin që nuk shifsha nakën dhe gjisha vrap. Hije. Gja shumë e bukur, kjo marrëdhënie që vazhdon nga skena, për te skenës, nga skena në jetë, sepse vetëm kështu ndjen ato marrëdhënie të bukura që arti ushqen edhe frymëzon. Unë e di që kjo ishte vërtet një diçka shumë e këndshme edhe për ju, edhe për ju, edhe nga ana profesionale, apo jo? Sepse ishte edhe sfiduese për të marrë pjesë në një shfaqje që ka shumë disiplina, që ka një subjekt mjaft të përthyer, që ka personazhe që qëndrojnë në antipode, edhe që në fund të fundit do të komunikosh me një moshë krejt më të vogël, e cila patjetër që reflekton. Fëmijët kanë shumë dëshirë, me atë dëshirën e tyre naive të mençur, që jo, nuk mbaron këtu Matilda do shfaqet përsëri, madje edhe në qytete të tjera. Është kështu apo jo? Ne besojmë. Besim, normalisht që besojmë, presim për një vendim dhe shpresojmë që ta rikthejmë, sepse është me të vërtet një shfaqje që edhe ne marrim kënaqësi, po edhe publikut i ka pëlqyer shumë. Për ju, po? Unë besoj që shumë shpejt do t'jepet prap kjo shfaqje, sepse ka pa shumë interes
Jo vetëm nga publiku I madh, po edhe nga fëmijët normalisht, edhe do jenë shumë që I mollon prap. Për ju çfarë shënon në vijshmërinë e jetës suaj artistike, kjo shfaqje, këto role? Ky rol për mua ishte sfidë. Një sfidë e re, një sfidë e vështirë, por normal që u arrit edhe kam pa edhe kam një edhe impaktin e publikut edhe komentet e tyne, sidomos sa hisha në skenë, në isha fmit, doli shtriga. Ishin këto reagimet e fmive që janë shumë të sinqerta, është publiku më I sinqert. Menoj dhe shpresoj edhe dëshiroj shumë që ky rol mos t'jetë një pikë, por t'jetë një reticencë për vazhdim të gjatë. Sa bukur. Saviano. Realisht unë e kam zaru shumë mirë rolin edhe e kam dashur shumë si rol. Edhe pjesën jo vetëm të reagimeve të fëmijëve kur delsha në skenë që thoshin po hajde mbaj te shkolla jo. Hajde te shkolla jo, sepse Saviana një mësuese e dashtur, edhe nxënësit I dojnë, mësuesit e dashtur. Dhe më thonë jam mirësia shumë për pritës na njosh një. Jo, në fakt, më thoshin zyshat, na hajde I herë te shkolla. Hajde, na kritos me kësa. Ishin të kundërta gjithmonë, edhe por gjithsesi publiku I fëmijëve është shumë inteligjent edhe në momentin që e visi deri pavarësisht rolit kishte duar trokitje tepër të mëdha. Edhe fëmijët e doshin jashtë maset, edhe pse ishte domethënë një rol negativ. Edhe në këtë raste, pavarësisht se çfarë pozicionit qëndron në skenë, domethënë rol negativ apo rol tjetër mbështetës, thuhet, wow, sa bukur e lot. Bani me urry. E visi gjithmonë kokën, që shiko në hapet kjo mësuse amla. Mirë, kur jepet një shfaqje, aktorët kanë bresa të fuqishme, edhe në sfidën e tyre për të realizuar rolin, edhe në atë bashkërëndim me lojën e të tjerëve, sepse është diçka në ensemble, komplekse. Edhe shumë gjëra të vogla, po të mëdha që I ka skena, emocionet fuqishme. Por le të kalojmë tek ajo që është shumë e rëndësishme, tek publiku, sepse kjo shfaqje është si produkt I jepet publikut. Sa rëndësishme është që shfaqje të tilla, që publiku të vizitojë sa më shumë teatrin Migjeni, sidomos fëmijët, sepse tek fëmijët hidhet gjithmonë një gur themeli në formimin e tyre. Unë mendoj që kjo shfaqje ka një puls shumë I mirë për fëmijët, sepse ata doshin prap që marr prap në nesërmen. Ndër marr prap nesër, po jo sa shkolla tjetër. Po mos nesër, është prap shkollë tjetër. Me thënë, këtë shfaqje japin fëmijëve një dëshirë më të madhe. Sa herë dha shfaqjen? 4 ditë. 4 ditë, sikur të bahen 14. Po, kjo është një shfaqje që ka mesazhe të forta, vizualisht duket sikur është një shfaqje vetëm për fëmijë, por jo, nuk është vetëm për fëmijë. Jep mesazhe të forta edhe për tritonit, për prindërimit, për shoqërinë, për faktin që në ditët e sotme shohim që nejherë vlerësohet antivlera dhe jo vlera, dhe ne duhet me ju dhënë fëmijëve atë impaktin që në një tarë me bano si Matilda, pra fëmijë të lexuar, fëmijë të meqëm, të kulturuar, fëmijë që dojnë me ditë rreth librit. Jasmin Çaku, një përshëndetje për shkëlqimin. Një fëmijë shumë I talentuar, kjo Matilda inteligjente, që spikati ka një intuicë skenike të papame. Ajo vajzë fantastike. Të gjithë kanë nga një Aloja është mrekullueshme. Noel Hoxha, Aislin Kavaja, Amla Demushi, Dion Buzgjoka. Janë gjithë fëmijë që janë të lidhur për skenë dhe skena ju nuk I përshtaten ata skenës. Skena ju përshtatet atyne. Ju veshet aq bukur roli sa nuk e di. Është një merit shumë e madhe, siç e thamë edhe më herët, e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Patjetër. Por në këtë bashkëpunim me teatrin Migjeni ishte vërtet diçka e spikatur, diçka shumë e bukur. Por është shumë përgjegjësi
që këto talente të mos mbesin vetëm sa mbarojnë moshën për të shkuar në qendrën kulturore të fëmijëve. Këto talente duhen aktivizuar gjithmonë. Qendra kulturore duhet mu pa në atë aspektin që është një trampolin për të vazhdu, për t'i hedhë më tej në institucione tjera kulturore, më të nalta. Nuk duhet me marru asgjë, sepse këta fëmijë janë të vegjël, por me një honor, me një pasion edhe me një talent shumë të madh, që ai talenti i tyre i madh, nëse ata kanë me majt dhe nëse ata kanë me punu, nuk ka me ju shterru kurr, sepse është diçka që e kanë të lidhur. Dhe shumë tepër që të qendra kulturore, domethënë ka hap dyert në tana llojet si të sporteve, kurseve, zhvillimeve, aktiviteteve. Dhe për këto fëmijë kanë të aktivizuar. Dhe duhet një mbështetje shumë e madhe për ta, një përkrahje dhe një afrim nga më të rritunit, për me dhënë hapësinën që ato me shpaloz vedin në gjitha dimensionet e tyre. Këto vajza të reja, të cilat po e shkruajnë ditë pas dite dhe po e theksojnë tiparet e portretit të tyre artistik, përveç asaj freskie që ju jep mosha, përveç atij komunikimi herë edhe me humor në këtë program, thanë shumë gjëra të mençura, shumë mesazhe të bukura, me shumë përgjegjësi, me shumë vlerësime, por edhe me shumë dëshira për perspektive në afërt dhe të largët, jo vetëm të tyre, por edhe të tjerëve, që për hir të së vërtetës këtu në Shkodër e shfaqin talentin e tyre dhe kultivohen shumë herët. Saviana Vjerdha, unë uroj që ecuria jote e bukur jo vetëm në këngë, por edhe në aktrim të jetë mrekullueshme. Të falenderoj shumë për ftesën, ne u kënaqëm shumë. Edhe unë me ju shumë. Evis Muriqi të kam ftuar edhe herë të tjera, ashtu si edhe Savianën, sepse të them të vërtetën, gëzohem shumë për ecurin tuaj. Gëzohem shumë për shkëlqimin që ju jepni her pas here aty kur ju thrasin edhe kur ju aktivizojnë. Të uroj aktivizim sa më të shumt dhe suksese që gjithmonë ta forcojnë atë rrugën tënde të artit edhe ta bëjnë gjithmonë një ecuri të shkëlqyeshme. Shumë mos na mungojnë më në skenë. Jo, inshallah. Asnjëherë. Jetë me ne. Skena ka nevojë për këto artiste të reja dhe këto janë ato vazhduese e traditës së mirë të artit në Shkodër. Ju falenderoj shumë. Ju uroj vetëm mbarësi dhe suksesa. Faleminderit. Faleminderit.